ولكم صدقت مودتي وبكم ملول وأستعين ما لي غيركم ولكم صدقت مودتي وبكم ملول واستعين يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا يا من رأيت الحب هجرا أو دموعا أو سهر دعني أقول إذا جزعت أيدرأ الجزع القدر فالحب أعذبه الذي حرق القلوب بلا شرار والحب أبقاه الذي غنته أوتار السحار بالحب جاء الناصري مبشرا بين الكوار داود ناجى بالمحبة ربه ودعا الحجار وفدى علي في الفراش نبينا عند الخطر بالحب فاضت زمزم بالحب ثدي الأميت الحب هجرا أو دموعا أو سهر دعني أقول إذا جزعت أيدرأ الجزع القدر فالحب أعذبه الذي حرق القلوب بلا شرار والحب أبقاه الذي غنته أوتار السحار بالحب جاء الناصري مبشرا بين الكوار داود ناجى بالمحبة ربه ودعا الحجار وفدى علي في الفراش نبينا عند الخطر بالحب فاضت زمزم بالحب ثدي الأم حرق القلوب بلا شرار والحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندرم الله جل جلاله لبرشندس محمد صلى الله عليه وسلم familjen e tij, shokët e tij dhe të gjitha ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, para se them ato që kam thënë për ta thonë, e lutem Allahun azza wa jalla që ta shpërbej haxhiun për krejt këto kontribute, aktivitete, Allahu ja shtot bereqetin negativ dhe dhuntit e tia, e lutem Allahun azza wa jalla që ta shpërblej me mirat e tia në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj shfrytëzoj rastin për cilin edhe kemi ardhur të gjithë që t'ja bojmë për herë ligën haxhis, gjithashtu djalin Haxhi Farugut, e lusmi Allahun azza wa jall, po me atë doa, me atë lutje që e kanë lutë parët tonë, barakallahu fi mawhubin lek, i themi që Allahu shtot bereqet në fëmijën që ta kallon, o shakert el wahib, e falënderosh ata që ta kallon këtë fëmijë, falënderosh Allahun vazhdimisht për te, o balagha e shudde, inshallah plakët, inshallah bëhat burë mirë, muslimani mirë, o rëzit e buk birre, edhe Allah fonizohet që kur ki nevoj ti për ta me të këshirë ty, mu përkujdes për ty. Këto e në lutje që i kanë thurë farët tonë, muslimon të hershëm, ndaj atina që i kalin fëmiju,
sepse faktikisht është një begati dhe një bereqet shumë i madh. Të nderuar vëllezër, ne sot të gjithë këtu kemi ardhur për një ceremoni caktune, desha që të them disa fjalë të përkujtoj vetveten edhe juve, sepse gjithsesi që takimet tona janë nëse të rradha, e pastaj përderisa takimi ynë është i veçantë, i modelit veçantë, kemi ardhur sot në Akika, do thotë kemi ardhur me festu ditën e 7 të lindjes së fëmijës, është fjala për terën e kurbanit të Akikës, e që duam ta përkujtoj vetveten për shkak të vlerës së madhe të këtij takimi. Prej mirësive më të mëdha në këtë botë vëllazëri është që muslimani të jetojë ai dhe familja e tij me fëmijën islam, të jenë të kënaqur me pasuritë që Allahu Azza wa Jall u ka çuar atyre. Për atë arsye dhe Allahu Azza wa Jall në disa vende në Kur'an të gjithëve na drejtohet duke thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." O ju besimtar, ruani vetveten dhe familjen e juaj prej zjarrit të xhenemit. Pra ky është mesazhi vëllazëri për të gjithë neve. Duhet me investu pasurinë më të madhe. Duhet me bëjë investimin më të madh në rregullimin e familjes, se fillimisht Allahu ka më na pyet për familje. Qysh ka ardhur në hadith sakt ku pejgamberi sa thot, Allahu xhalla xhelaluhu ka me pyet çdo prind, çdo krye familjar, çka ka bën me familjen e tij. A e ka rujt apo e ka deviju? Pra, a është interesu për me rujt, apo faktikisht është bërë shkaktar me i deviju ata. Prandaj të nderuar vëllezër, gjithsesi se në vendin të cilën gjendemi sot, jemi do thotë në Zvicër, edhe nikosisht që për të rujtur dhe për të rujtur islamin, na duhet këtu një investim më i madh. Për faktin se natyra e jetës është e tillë. Mirë po, ja që Allahu xhalla xhelaluhu ndoshta shumë nganjëherë më shumë i ka rregulluar statutet e jetës këtu se në vende të tjera. Ose më mirë me thonë, kushtet shumë më të mira këtu me bëjnë ibadet Allahun se në shumë vende të tjera. Prandaj duhet me falendëruar Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mundësitë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithsesi si njerëzve ju intereson edhe kjo se qysh do të kishin familje të mirë. Ose shpesh herë baballar, vjetrit të tjerë u marrin lakmi të rive këtu që kanë lind këtu, edhe e kalon jetën kohën xhami, në ligjërata, në punë të hajrin, në punë të mira, nuk e sheh aty ku sheh do të tri tjerë, në drogë, e në për disko ose në vende tjera ku s'bën me këmbë. Pra, gjithsesi se është kjo lakmi, edhe instinkti njerëzve vetë ti u pyet se çka kanë bën këta familjar, baba i tij çysh e pruni ose çka ka punuar. Na modelin më të mirë vëllazënia kemi fjalën Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Edhe ai që mendon me marr model tjetër për me përmirësu vetveten dhe familjen, ai është i dështuar, sepse ju dini që mesazhi i fundit, emaneti i fundit i pejgamberit alayhis salam në haxhin e lamtumirës, kur e ka marrë atë tribunën befasuese shumë të madhe, ndër tjera ka thonë, po ala porosi dy emanet. Nëse i përmbaheni këtyre dyve, kur nuk do të lajfitni, kur s'keni me hup rrugën. Kitab Allah, librin e Allahut, e sunetin e pejgamberit alayhis salam. Nuk është që pejgamberi sa më ka thonë pjaula emanet librin e Allahut, kap në blenë e shtenë në vitrinë. Edhe maje u kry. Librin e Allahut thotë që kam shpejt. Edhe sunetin e pejgamberit alayhis salam do thotë me ndëgju për pejgamberin alayhis salam e shtu me radhë. Po është në pyetje me e lexu fjalën e Allahut me shtim praktik. Me ndëgju ose me kërku me ndëgju fjalën e pejgamberit alayhis salam me shtim praktik. Përderisa na jemi të bu sot faktikisht në diçka të veçantë, desha disa fjalë më thonë vëllazëri se çfarë obligimi ka prindi ndaj këtij fëmijë që ka lind, e që po pres me ky mu bë burrë dhe muslimon i mirë. Që na me kanë të kënaqsh me ta, me kanë Allah i kënaqsh me ta, edhe faktikisht këtë pasuri që sot gjithsesi se është gëzu prindi dhe na jemi gëzu që i ka lind ky djalë. Se kështu Islami na mëson, kur shtohet numri muslimanëve do të na gëzuna. Po gjithsesi se do të më njoftu me obligimet, edhe pse këtu që po i them unë, i keni dëgjuar më herët, ja po që njeriu ka nevojë që e rikujton vetvetes. Puna e para vllaznia është pejgamberi alayhis salam na ka dhënë modelin më të mirë para mbi 1400 vite se çysh me rrit këtë fryt, çysh me ushqy këtë fryt të mirë, ka thënë si të lind fëmiu mjafti ezanin. Ezanin në veshin e djathtë dhe kametin të majtin. E ulemaja pastaj qysh edhe kemi sqaruar kalonën ka thonë se në tjetë fjala e parë që vjen veshin e fëmijut, shahadet.
para se të nina e diçka tjetër, para se të nin tjetë shahadeti, në të mësohet veshit imi shahadet, në tjetë thirrja e parë, thirrja e Allahut, e mos i lëni vend shejtanit se shejtani ka me cyt. Nëse se thirr ezanin, shejtani ka me shku dhe vazhdimisht me punu me ta. Edhe çysh edhe po e shohmi, nëse i bëjmë test fëmijëve tonë se të muslimanë në përgjithësi, do thotë e sheh se nëse s'është marr prindi me lindjen e tij me ta, shohmi se ani pse është fëmijë që nuk flet, por i konsumon disa fjalë që faktikisht nuk janë fjalë që i kërkon Zoti xhelel xhelal. Kështu që ulemaja kanë thonë, nëse dojmë fëmijën e mirë, që tash do të më interesu për ta. Është ezani. Në krye një jave, kur t'i bën 7 ditë, nga dita e lindjes, ka obligime tjera. Që shka thonë pejgamberi alayhis salam, kur t'i mbush fëmijën 7 ditë të lindjes, i therret kurbani, i rruhet koka, edhe bëhet sunet. Edhe emërohet, i ngjitet emri. Për secilin prej tyre po flas ka pak, edhe pse e di që keni ndëgju, po kem nevojë vëllazëri. Jetë të rëndësishme se Allahu xhelel xhelaluhu bura matmaj se na ju ka thonë o ti pejgamber. Ani që ju tha dje që ta petë edhe sot të jesh. Se harrojt se dyja që punë ka, dikush në Barshtellë, dikush anina të sjelarnja me mësu dinin, i nërë për dyja. Ka nevojë mja përfitu samet të dinin. Puna e parë vëllazni të thirrja e kurbanit, kemi shpjeguar shumë për punën e akikës. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, çdo fëmijë është peng i kurbanit të tij, derisa të thirrë. Fjala peng është që do të është i lidhur për kurban. Po xhallat kur e kanë shpjeguar çka do të thonë kjo peng, ka thonë, nëse fëmiu vdes para moshës madhore, baba ka humbur drejtën që ai fëmijë me bosh shefat në ditën e Kiametit. Nuk bën për to shefat. Pse? Se ka kry shkurt, si ka plotësuar shartët, kushtet që me arrit domon këtë mirë. Kështu e ka kuptuar lemaja, një prej komenteve që i kanë dhënë te puna e pengëve mirë. Prandaj vëllazni, po ju them me sinqeritetin më të madh, këtu bile të paktën Zvicër nuk duhet me u diskutu kjo punë. Puna e kurbanit të fëmijë. Sa është domethënë edhe sevapi i madh, se mas pore sevapi edhe dobi është për ty si prind. Se i ke plotësuar kushtet që çaj fëmijë në ditën e Kiametit me bosh shefat për ty. E dyta dobia e dytë vëllazni që shpaj shumë edhe sot, me afru zemrat e njëri tjetrit. Çështo është Islami vëllazni. Islami gjithëra i mirë me ata që dinë me menaxhu mirë. Se na jemi njerëz që e thash edhe më herët, këtu njerëz nuk janë për me mësu dini, po janë për dynjan. Po ja që aktivitetet fetare na bashkojnë vendet më të mira. Është pyetje sevapi i madh. Çdo kush që han dhe lutet për ty, që je bën iniciativë për këtë kurban, ki sevap. Edhe shumë e shumë dobi të tjera. Prandaj është mirë mos mjaliu njeriu vetvetet kur i ka këto mundësi me i tejkalu. Çështja e dytë ka ardhur do thotë rrugja e kokës të fëmijët, çysh e ka përdor dhe ka preferu pejgamberi alayhis salam, edhe mundësisht me dhënë sadak në peshë të flokëve, do thotë një shumë pak simbolike, po ka thënë pejgamberi sa se hiqja e flokëve është pastrimi i kokës tina, prej do thotë të këqijave që i ka pasur në barkun e nënës. Nën tre është synellaku, që faktikisht sot ndoshta për muslimanë që po jetojnë këtu është bërë shumë e njohur se media zvistrone po flasin që duhet me bëj fëmijë synet, ata që janë muslimanë, se kanë pasur që shumë telashe, shumë probleme po i kanë gjatë rritjes për shkak që baba i tij s'u kanë bërë synet. Do thotë baba i fëmijës s'u bën synet, pastaj fëmijë po lind me tmeta. Edhe kjo është krejtësisht normale, se gjithsesi në çdo ditë që Allah azza wa jalla kalon në të fenomene, kalon urtësi, kështu që medicina e vonshme e ka vërtetuar që disa viruse që i bardh burri, i cili nuk është i bën synet, gjatë kontaktit me bashkëshorten e tij i lën defekt. E çato defekte bartën pastaj te fëmiu nëse do të lind. Nën katër që duam më pak më gjatë këtu, është çështja e emërimit të fëmijëve, që faktikisht pejgamberi sa ka preferuar që në ditën e 7 të emërohet edhe fëmiu, të ngjitet emri. Edhe për këtë kemi folë gjatë, po ja që nevoja është më e madhe për faktin se na si hoxhallar, që tonë 30 vjet që falmi, e hoxhallar tjerë flasin për xhamia, po megjithatë numri më i madh që flasin në media. Edhe mediat janë ato që po e bojnë veten, e na e kemi për obligim me hiq, do thot obligimin ton para masës me ju treguar që ju me i bart këto mesazhe, me pas kujdes te emërimi i fëmijëve vllazni, sepse pejgamberi sa ka thonë,
thirrni ose emëroni fëmijët e juaj me fëmijë të bukur, se në ditën e gjykimit kanë me u thirr nëna tyne dhe baballarëve tyne. E në gjuhën arabe aludon kjo thirrje obligative, po baba është obligues me emëru fëmijën me emër të bukur, për faktin se jemi musliman. Dhe duhet me u kërnu me këtë vëllazni. Deri kur në qenimi e 400 sa vjet, ende njerëzve ju vjen marrë me tregu konfesionin e këtij fetar. Kurse ai që adhuron lopën, hesi vjen marrë me dhonën e budistëve, ose ai tjetri zjarrin e kështu me radhë. Prandaj vëllazni, Allah na ka nderuar me këtë din e prej deri që na ka bën, do thotë edhe me rujt dinin me emra të bukur. Fillimisht se kemi thonë, nëse s'keni harru, me qëtë emën, fillimisht me laqet në qiell, kur vinë me laqet me nxjerr shpirtin, me laqet që e çojnë shpirtin në qiell, kanë me pyet atje roja e qiellit çfarë ani ka ky. Prandaj njeriu nuk bën mjaliu vetvetes me marr çaf fëmijën se fëmia është i pafajshëm tash. Ai nëse dikur tenton me ndrua emrin, po i dalin 150.000 të lashe. Prandaj një gjynaqar ti si prind, nëse ja bën punën, nëse ke mundësi është fjalë, nëse pedin është fjala, me kohë me vru me emën të bukur. Se ka mi pyet Allahu para se me dalë ditën e gjykimit. E pastaj në varr është të rëndësishëm. E pastaj në ditën e gjykimit ka me thirr Allah azza wajel në emën tina dhe babës tina. Me vërtet vëllazni, shpesh në jetën e përditshme në ditën e sotme është shumë e vrasht kur i nim disa emra të fëmijëve. Nuk e din ai në italiane, në angleze, në zvistrana, çfarë emra janë. Është shumë e vrasht për neve. Çka mendojmë na kur dalemi para Allahut, para miliona krijesa, kur ta thirr Allah emrin e dikujt për fëmijëve tonë. Çfarë rëndësishme është? Pra, përveç që ki përgjësi të Allah, përveç që i gjynaqar, vërtet edhe pra të fëmijë është shumë e rëndë. E kështu që Lemuaja ka thënë emri mirë e zbukuron fëmijëve dhe në jetën e kësaj bote. Pse? E inicon, se shumë normale vllaznina kemi thonë, nëse fëmijët janë gjetë emrin e një artisti, çka kemi thonë prindit e atina? Kur dere artistin televizionet e qëre emrin e qëtit e ki. Tash, ti së dush më në e ka muslimani mirë, a e tash, mas kujnë e ka me shu, mas ati artisti sa emrin e tina e ka, ose të futbollerit, ose. E kur ti janë gjetë emrin e një pejgamberi, kur ta lexon Kur'an, gjithsesi ka me një rrugën e tij, ose një burrit madh sahabëve ose të muslimanëve të hershëm. Prandaj vëllazni që është shumë e rëndësishme, edhe në aspektin po them fetar, po edhe në aspektin e rujtjes traditave tona fetare. Krejt vëllazni, krejt bota do thot investon me rujt traditën e vet, përveç neve që shesmi pa parë. Prandaj duhet të pas kujdes se përveç gjinoheve inicojmë edhe në gjëra të tjera që faktikisht Allahu nuk është razi me to. Prandaj këto pasunitë mëdha që Allah azza wa jalla ka dhënë neve, duhet të pas parasysh me ditë me mirë menaxhu, sepse Allahu sa herë kemi përmend këtë ajet Kuranit, ku Allahu azza wa jalla thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum", Allahu ka dhënë urdhën. Vllazni kur thuhet Allahu ka dhënë urdhën, ai që pak i tutet Allahu xhalla xhelalu do të më dridh zemra. La in shakartum la azidannakum. Nëse jeni falëndërues, kam ia shtuar mirë. Pi falënderimi është me praktiku dinin Allah. Ka lind fëmia shumë i gëzuar gjithsesi, po gëzimin e tjetër takor me ligjin e Allahut xhalla xhelalu, se kanë thënë ulemoja, nëse nuk i kryen çdo që i përmendat çdo prej riteve fetare, mos prit tani fryt mirë. Pse valla, po çka bën fëmia jam, u dallashit e fëmia jam ale s'pon dëgjone. Pse? Me çfarë ushqimi ke ushqy? Çka i ke dhënë? Po shumë normale nëse bima, si bim, nëse nuk ushqet në ushqim bira e thot. E çysh nuk thot njeriu insani që faktikisht e ka një ushqim shumë të veçantë. Jo rastisht pra, pejgamberi sa mi ka folë këto fjalë ose këto këshilla që janë të dobishme për neve, se fundit do të secili është përgjes për vetveten dhe familjen e tij. Pi falënderimeve ka thonë ulemoja është që me kry obligimet e Allahut xhalla xhelalu dhe nikosisht me kon karshi ligjeve të Zotit xhalla xhelalu. Wala in kafartum, nëse jeni mohus ndaj obligimeve dhe ligjeve të Allahut dhe të mirave të tij, domethënë, nëse i merrni në përkam ligjet këto që ka pru pejgamberi sa, inna azabi lashadid. Dini që dënimi i Allahut është shumë i madh. Me fjalën dënim thonë ulemoja, mos prit pra herë ti fëmijë. Pse? Se ti nuk e ke bë punën me kohë që Allah azza wa jalla t'i çon mirë. Prandaj vëllazni, krejt këto të mira që ne ka thënë Allah azza wa jalla, do të më ruaj më shumë se sa parën që rrym nëpër banka. E keni pa tash nëpër banka mishti parat, e kartele, me tup çfarë do të më bë. Po puna fëmijët, shumë do të më kanë më vigjilent, shumë do të më kanë më koroz, më të interesuar me rujt fëmijën që fëmijët të rritet në ligjin e Zotit xhela xhela, në frymën islame. Pse? Se edhe
fillimisht ta shehari se ki se vakt të Zotit. Çdo investim që bën. E dyta, a ka ma krem se ti që tash baballar për çka punojnë? Merrit fëmijën. Kur të bëhet fëmijën në bukën e vet, ai ta përmbys çat aktivitetin tonë. A ka ma keq se ke shu jetën për ta dhe mos interesohet për ty. Edhe në anën tjetër, ditën e gjykimit ti përgjithësi para Allahut Azza wa Jall. Prandaj të nderuar vëllezër, nuk ja vlen që njeriu më marr me diçka tjetër para vetvetes dhe familjes së tij, prapë i kthejnë ajetit që e nisa. Se Allahu Xhelel Xhelal ka bën mesazh, o ju besimtar, ruani vetveten edhe familjet e juaja prej zjarrit të xhenemit. Elusmi Allahun Xhelel Xhelaluhu që të na pajisë të gjithëve me fëmijë të shnosh, Allahu më kanë i kënaqur. Elusmi Zotin Xhelel Xhelal që të na bashkon gjithmonë në hajër e të mira, të bashkon zemrat tona, të pranon veprat tona, të fal gjinat tona dhe edhe një herë elusmi Allahun që një koqirin ka shpërblimet e tija. في الفراش نبينا عند الخطر بالحب فاضت زمزم بالحب